Kapitulli 13. Po atë ditë, Jezui doli nga shtëpia dhe ul në breg të liqenit. Turma të mëdha u mlodhën pranë tij. Ai hipi në një varkë dhe ul, ndërsa e tërë turma qëndronte në breg. Jezui u tregoi shumë gjëra me shëmbëltyra dhe u tha: Një mbjellës doli për të mbjellë. Ndërsa po mbjellte, disa fara ranë në rrugë dhe erdhën zogjtë e i hëngrën. Disa fara të tjera ranë në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin me njëherë sepse dheu nuk ishte i thellë, por u vyshkën kur doli dielli, dhe nga që nuk ishin rënj u thanë. Disa fara të tjera ranë ndër ferra, dhe ferrat u rritën e u azun frymën. Fara të tjera ranë në tokë të mirë dhe dhanë fryt, disa 100 fish, disa 60 e disa 30. Kush ka vesh le të dëgjoj. Pastaj erdhën dishepujt dhe i thanë: Përse u flet me shëmbëltyra? Jezui u përgjigj: Juve ju janë bërë të njohura të fshetat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre jo. Ati që ka do t'i jepet edhe më shumë, e do t'ket me tepri, por ati që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Atyre u flas me shëmbëltyra, sepse megjithse shikojnë, nuk shohin, dhe megjithse dëgjojnë, nuk marrin vesh as kuptojnë. Te këta plotësohet profecia e Isaias që thotë: Do të dëgjoni, por s'do të kuptoni. Do të shikoni, por s'do të shihni. Sepse zemra e këtij populli është mpirë. Veshët e tyre dëgjojnë me vështirësi, dhe syt i kanë të mbyllur, që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, dhe që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar. Por lumë syt tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Me të vërtet po ju them se shumë profet dhe njerëz të drejtë kanë dëshiruar të shohin çfarë po shihni ju, e nuk i pan, të dëgjonin çfarë po dëgjoni ju, e nuk i dëgjuan. Ju e dëgjuat shëmbëltyrën e mbjellësit. Kur dikush e dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i rrëmben atë që është mbjellë në zemrën e tij. Ky njeri është fara që u mboll në rrugë. Ajo që u mboll në gurisht është ai njeri që dëgjon fjalën dhe e pranon menjëherë plot gëzim, por nuk ka rënjë në vetvete dhe është i përkohshëm. Kështu që kur vjen mundimi apo përndjekja për shkak të fjalës së Perëndisë, menjëherë humbet besimin. Ajo që u mboll mes ferrash është ai njeri që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj jete dhe joshja e pasurisë ja zën frymën fjalës dhe e bëjnë të pafrytshme. Ajo që u mboll në tokë të mirë është ai njeri që e dëgjon fjalën dhe e kupton. Ai jep fryte dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 e tjetri 30. Pastaj u tregoi një shëmbëltyrë tjetër. Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farën e mirë në fushën e tij. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër në mes të grurit e u largua. Kështu kur bimët u rritën e dhanë fryt, atëherë u duke dhe egjëra. Shërbëtorët e të Zotit të shtëpisë erdhën e i thanë: Zotri, a nuk mbolle farë të mirë në fushën tënde? Nga na doli egjëra? Ai u tha: Këtë e ka bërë armiku. Shërbëtorët i thanë: A do që të shkoj me ta mbledhim? Por ai u tha: Jo, sepse duke mbledhur egjërën bashkë me të mund të shkulni edhe grurin. Le të rriten të dyja bashkë deri në të korra, dhe kur të vijë koha e të korrave, do t'u them korrzve: Korrni më parë egjërën, lidheni në tuvza për t'i djegur, ndërsa grurin mblidheni në grunar. Pastaj Jezui u tregoi një shëmbëltyrë tjetër. Mbretëria e qiejve ngjan me një farë si napi, që një njeri e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është më e vogla ndër të gjitha farërat, por pasi rritet, është më e madhja ndër barishtet edhe bëhet pemë, saqë zogjtë e qiellit vinë e bëjnë fole në degët e saj. U tregoi edhe një shëmbëltyrë tjetër. Mbretëria e qiejve ngjan me tharmin që e mori një grua, edhe e përzieu me 3 masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi. Jezui u tha turmave të gjitha këto gjëra me shëmbëltyra, dhe nuk u fliste pa shëmbëltyra, që të përmbushet çfarë është thënë përmes profetit. Do të flas me shëmbëltyra, do të tregoj çfarë ishte e fshehur që nga fillimi i botës.
Pastaj Jezuj i la turmat dhe shkoi në një shtëpi. Dishepujt erdhën tek ai dhe i thanë: Na e shpjego shëmbëltyrën e egjërës në ar. Ai u përgjigj: Ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriut. Ara është bota, dhe farat e mira janë bijtë e mbretërisë, ndërsa egjëra janë bijtë të ligut. Armiku që i ka mbjell është djalli. Të korrat janë fundi i botës, ndërsa korsit janë engjëjt. Ashtu siç mblidhet dhe digjet me zjarr egjëra, kështu do të ndodhë në fundin e botës. Biri i njeriu do dërgojë engjëjt e tij dhe ata do të mbledhin e do të hedhin jashtë mbretërisë gjithçka që shtyn në mëkat dhe të gjithë ata që shkelin ligjin e Mojsiut, dhe do t'i hedh në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtime, kërcëllim dhëmbësh. Pastaj të drejtët do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjojë. Mbretëria e qiejve ngjan me një thesar të fshehur në një ar. Një njeri pasi e gjeti, e mbuloi dhe plot gëzim shkoi e shiti gjithçka që kishte, dhe e bleu atë ar. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një tregtar që kërkon margaritar të mirë, i cili pasi gjeti një margaritar me vlerë të madhe, shkoi e shiti gjithçka që kishte, dhe e bleu. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një rjet që është hedhur në liqen, dhe ka mbledhur peshq të çdo lloji. Kur u mbush plot, e nxorrën në breg. U ulën dhe i mblodhën peshqit e mirë në enë, dhe të këqinjt i hodhën për jashta. Kështu do të ndodhë në fundin e botës. Engjëjt do të dalin e do të ndajnë të këqinjt nga të drejtët, e do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtim me kërcëllim dhëmbësh. A i kuptua të gjitha këto? Ata ju përgjigjën: Po, Atëherë ai u tha: Prandaj çdo skrip që është bërë dishepull i mbretërisë së qiejve, i ngjan të Zotit të shtëpisë, që nxjerr nga thesari i tij gjëra të reja dhe të vjetra. Si mbaroi së treguari këto shëmbëltyra, Jezuj u largua që andej. Kur erdhi në vendlindjen e tij, i mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre. Ata mrekulloheshin e thoshin: Nga i vjen gjithë kjo urti dhe kjo fuqi për të bërë mrekulli? A nuk është ky i birit drugtarit? A nuk quhet Mari nëna e tij? A nuk janë vallë Jakobi, Jozefi, Simoni e Juda, vëllezërit e tij? Po motrat e tij, a nuk janë të gjitha këtu të ne? Nga i vin këtij të gjitha këto? Dhe kjo i pengonte të besonin në të. Por Jezuj u tha: Profeti nuk përçmohet askund përveç se në vendlindjen dhe në shtëpinë e tij. Aty nuk bëri shumë mrekulli për shkak të mosbesimit të tyre.